Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ju mbajnë erë këmbët, ja si të shpëtoni nga ky problem një herë për gjithmonë. Mund të jenë këpucët tuaja të preferuara sepse janë të rehatshme, janë praktike dhe ju ndiheni shumë mirë me to, por problemi vetëm është se këmbët tuaja mbajnë një aromë të shpifur e cila ju bën të harroni se sa shumë i doni. Pas kësaj, mendohuni çdo ditë nëse duhet të vazhdoni t'i vishni ato apo jo. Ndërkohë, mund të mos e keni menduar, por ka një mënyrë tepër të thjeshtë e cila do ju ndihmojë ju që të largoni të gjitha aromat e pakëndshme të cilat vijnë prej këmbëve tuaja, këpucëve apo çorapeve. Bëhet fjalë pikërisht për sodën e bukës. Për këtë juve do t'ju nevojitet një lugë çaj, sodë buke dhe ujë. Lajini këmbët me ujë dhe thajini ato plotësisht. Miksoni sodën me ujë derisa të krijohet një masë kremoze në trashësinë e një paste. Merrni një pjesë nga masa dhe aplikojeni atë në këmbët tuaja me lëvizje të buta në formë rrethore, duke u siguruar që e keni përhapur të gjithë pastën në këmbët tuaja. Më pas, vendoseni këmbët tuaja në ujë të ftohtë dhe lëreni për pak kohë. Gjithashtu një mënyrë tjetër, më e thjeshtë, është edhe spërkatja me sodë buke e këpucëve në pjesën e tyre të brendshme, në mungesë të kohës për të përdorur metodën e parë. Sidomos në momentin kur hyni në një dhomë dhe të gjithë të pranishmit mbajnë hundët me dorë, këmbët marrin një erë për shkak të baktereve të shumta që pëlqejnë në vende të cilat janë të lagështa dhe të ngrohta. Këmbët gjithashtu marrin erë për shkak të gjitha baktereve të shumta që pëlqejnë në vende që janë të lagështa dhe këto baktere rriten dhe ushqehen pikërisht me djersën dhe qelizat e vdekura të lëkurës, duke prodhuar kështu erën e keqe të këmbëve. Sipas ekspertëve, fatmirësisht, ju nuk keni përse të jetoni më me këtë problem, kjo sepse ka disa receta fantastike të cilat janë tërësisht natyrale dhe që mund t'ju vinë në ndihmë për të trajtuar të gjitha problemet me këmbët. Soda e bukës, një nga deodorantët më të mirë natyral, është pikërisht soda e bukës. Ajo mund të përdoret për qëllime të ndryshme dhe një ndër to për largimin e erës së keqe të këmbëve është pikërisht soda e bukës. Në një legendë të vogël përzjeni një lugë gjelle sodë buke dhe 1 litër me ujë të ngrohtë. Zhyteni këmbët për rreth 10 deri në 15 minuta dhe më pas i thani ato tërësisht. Është mirë që ju të spërkatni pak sodë buke tek këpucët për të vrarë në këtë mënyrë që të gjitha bakteret. Uthulla e mollës. Sipas ekspertëve, uthulla e mollës njëkohësisht është e dobishme edhe për shpëtimin nga era e keqe e këmbëve pasi ajo krijon një mjedis acid në të cilin bakteret tuaja nuk mund të mbijetojnë. Për këtë arsye, në një legendë, ju duhet që të hidhni uthull molle në ujë në raportin 1:2 dhe i lini aty për rreth gjysmë ore. Më pas i thani mirë këmbët pasi të vishni çorape dhe këpucët. Çaji i zi. Çaji i zi ka veti antibakteriale të cilat do të vrasin që të gjitha mikrobet të cilat shkaktojnë erën e keqe në këmbë. Ai mbyll poret dhe bën që këmbët tuaja të dirësitin më pak. Mjafton që të zgjeni 2 qese me çaj në 3 filxhan me ujë. Më pas, hidheni ato në një legendë të vogël dhe shtoni disa litra ujë për të ftohur ujin. Vendoseni këmbët tuaja në të për rreth 10 deri në 15 minuta. Çaji i xhenxhefilit. Për shkak të vetive të tij antibakteriale si edhe aftësisë për të neutralizuar njëkohësisht toksinat, xhenxhefili
është receta më perfekte për largimin e erës së keqe nga këmbët. Përzieni një gjysmërënj xhenxhefili, hidheni në ujë dhe lëreni atë që të shkrihet për disa minuta. Sapo të ftohet, lagini këmbët me të. Kripa e trash. Sipas ekspertëve, dihet tashmë se kripa ka veti antibakteriale dhe ajo njëkohësisht ndihmon edhe për heqjen qafe të erës së keqe të këmbëve. Në një legen, ju duhet që të hidhni ujë të ngrohtë dhe disa lugë gjelle kripë të trash. Futeni të dyja këmbët në të dhe mbajini për rreth 10 deri në 15 minuta. Më pas, thajini këmbët mirë me një peshqir. Gjithashtu, era e këmbëve mund të trajtohet edhe me disa metoda të tjera natyrale të cilat janë po aq efikase sa këto. Të gjithëve na ka ndodhur në një moment të caktuar që të na vinë këmbët erë, mirë po mos u shqetësoni, nuk duam të vëmë në dyshim higjienën tuaj, por shpeshherë kjo gjë shkaktohet nga këpucët që ju përdorni. Sipas ekspertëve, era e keqe e këmbëve ndodh nga mungesa e ajrosjes së këmbëve. Bakteret pikërisht shumë fishohen nga kontakti me ndjersitjen dhe qelizat e vdekura të lëkurës së këmbës, por edhe nga materialet jo cilësore të këpucëve. Ne këtu do t'ju ofrojmë disa metoda tërësisht natyrale të cilat do ju ndihmojnë ju që të shpëtoni një herë mirë nga ky problem. Soda e bukës. Soda e bukës eliminon njëkohësisht erën e keqe të këmbëve, pasi neutralizon pH-in e djersës së këmbëve dhe redukton të gjitha bakteret. Merrni 2 buzëtina çaj dhe mbusheni me nga 2 lugë sodë buke. Vendoseni në këpucë dhe mbajini ato për 24 orë. Era e keqe do të largohet me një herë. Sipas ekspertëve, mund të përdorni edhe vajin e livandës. Vaji i livandës jo vetëm që ka një aromë të mrekullueshme, por njëkohësisht ka edhe veti antifungale të cilat pengojnë mykun e këmbës. Sprucojeni ato me pak vaj livando dhe këpucët tuaja, kështu era e keqe e këmbëve do të zhduket. Mund të bëni të njëjtën gjë edhe me vajra të tjerë esencial, si për shembull vaji i pemës së çajit ose vaji i bajames. Sherebela, përveç se është një ilaç fantastik, magjik kundër rrufës dhe bronkitit, ju mund të përdorni gjethet e sherebelës edhe për të larguar të gjithë aromën e pakëndshme dhe të keqe të këpucëve tuaja. Sipas informacioneve, grimconi disa gjethe dhe futeni në një nap dhe më pas në këpucë. Lëreni këpucët në balkon gjatë gjithë natës. Do të habiteni me rezultatin. Lëkura e portokallit dhe e limonit. Siç dihet, përveç shijes së mirë dhe vlerave ushqyese, agrumet kanë edhe një aromë shumë të mirë. Sipas ekspertëve, ju do të habiteni me rezultatin në qoftë se do ta përdorni këtë recetë. Ne ju këshillojmë që ju të fusni copa portokalli ose limoni në këpucë dhe zgjeni disa lëkura dhe futeni këpucët kryesisht në atlete lecke dhe më pas thajni në balkon. Uthulla e mollës po ashtu është një ilaç natyral i cili mund t'ju vijë juve në ndihmë. Bashkoni uthull molle dhe pak sheqer pluhur dhe masën vendoseni mbi këpucë. Më pas lëreni atë që të veprojë. Përveç këtyre këshillave, ju nuk duhet të harroni që higjiena e këmbëve është njëkohësisht mjaft e rëndësishme. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja
shëndetësore, prandaj para përdërimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.